Këshilli i lartë i padrejtësisë dhe pasurisë, i Bujar Nishanit dhe i Gjingjonit nuk më mbyll dot gojën kurrë. Jo me 1, po me 1 milion padi penale si kur të bëj ndaj meje. Të 9 antarëve të Këshillit të lartë të pasurisë dhe padrejtësisë, pasuria e deklaruar në institucionet përkatëse gjatë vitit 2015 të mbledhur bashk i shkon 5 miliard e 760 milion lek. Këta miliarder në KLD që t'i mbledhësh bashk shkojnë 5 miliard e 760 milion lek pasuri e deklaruar, kanë konsumuar një akt të pa precedent, duke kallëzuar penalisht se kam denoncuar publikisht një gjyqtar që ka konsumuar palishmëri në vlerësimin tim. Ky është vetëm fillimi i një betejë që do mbaroj vetëm atëherë kur drejtësia të vjet në vend. Vetëm atëherë kur reforma në drejtësi të vendos kushtet ku secili prej tyre t'i nënshtrohet mekanizmit të vërtetimit, të integritetit dhe pastërtisë së figurës me kontroll specifik për çdo vendim dhe për çdo qindark.